Ndonse ka marrë pafund leje ndërtimi dhe ka pasur lidhje të forta me politikën, biznesmeni Ilir Shtufi ka drejtuar gishtin nga Edi Rama për arrestimin që u bë pak kohë më parë. Ai u arrestua në Greqi më 12 qershor pas një urdhër arresti të lëshuar nga SPAK, pasi akuzohet se pastronte paratë e krimit përmes ndërtimit. Ai arriti të dilte nga territori gjatë kohës që nisën arrestimet, por u lokalizua në Greqi ku edhe mbahet në burg. Mirpo sipas Kathimerinit, ai ka përdorur një kartë tjetër për të shmangur ekstradimin. Sipas medias greke, Shtufi akuzon Ramën se po e godet qëllimisht, pra duket se pazaret janë prishur. Një biznesmen 53 vjeçar shqiptar i ndërtimit dhe energjisë, i cili u arrestua në Selanik më 12 qershor sipas një urdhër arresti ndërkombëtar, mohon akuzat e prokurorëve shqiptar se ai ka pastruar fitimet nga trafikimi i drogës, duke e quajtur rastin një sulm të motivuar politikisht nga kryeministri Edi Rama. Prokuroria speciale kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar e Shqipërisë thotë se ai përkiste një rrjeti që pastronte miliona euro, dollar dhe pesos midis viteve 2018 dhe 2023 përmes firmave të tregtimit të mishit, frutave dhe qymyrit, edhe një kompani ndërtimi që ndërtonte hotele dhe zyra në Tiranë, thuhet në artikull. Pak javë më parë, gjykata e apelit të Selanikut vendosi në favor të kërkesës së autoriteteve shqiptare për dorëzimin e biznesmenit 53 vjeçar. Sipas raportimeve, gjykata e apelit të Selanikut pranoi kërkesën e autoriteteve shqiptare duke vlerësuar se ishin plotësuar kushtet ligjore për ekstradimin. Gjykata nuk shqyrtoi themelin e çështjes penale apo provat ndaj biznesmenit, por vetëm kriteret procedurale që lidhen me ekzekutimin e kërkesës së ekstradimit. Gjatë seancës, Shtufi kundërshtoi ekstradimin dhe mohoi akuzat. Ai pretendoi se po përballet me një ndjekje me motive politike dhe se nuk do të kishte një proces të drejtë gjyqësor në Shqipëri. Jam sipërmarrës që nga viti 94 menaxhoj mbi 20 kompani në Shqipëri, të fokusuara në sektorët e ndërtimit dhe energjisë, deklaroi ai para gjykatës. Duke shtuar se është ndër biznesmenët që paguan më shumë taksa në vend. Më akuzojnë se i shërbej opozitës në Shqipëri, u shpreh ai, ndërsa kërkoi që kërkesa për ekstradim të mos pranohej. Shtufi u arrestua më 12 qershor të këtij viti në një hotel në Selanik nga autoritetet greke pas një urdhër arresti të lëshuar nga SPAK në kuadër të një operacioni të gjerë kundër një grupi të dyshuar për trafik ndërkombëtar kokaine dhe pastrim parash. Sipas dosjes hetimore të SPAK, grupi dyshohet se ka trafikuar kokainë nga Amerika Latine drejt vendeve të Europës perëndimore, ndërsa fitimet e aktivitetit kriminal janë investuar më pas në pasuri të paluajtshme, kompani ndërtimi dhe biznese të tjera në Shqipëri. Shtufi njihet gjerësisht për miqësinë me Shkëlzen Berishën dhe familjen e ish-kryeministrit, por pavarësisht kësaj ai dhe shumë të tjerë janë shpërblyer nga Edi Rama me leje ndërtimi. Ai është ndërtues i disa kullave në Tiranë, mes tyre Gradaçelës që do të quhet Mali i Tiranës, e cila pritet të jetë 65 kate, 58 kate mbi tokë dhe 7 kate nën tokë, si edhe 185 metra e lartë. Më 26 qershor të këtij viti, pra gjatë kohës që ai qëndronte në Arati, Këshilli Teknik në Ministrinë e Turizmit ka dhënë miratimin që një prej kompanive të tij të vijojë procedurat për lejen për ndërtimin e një kompleksi vilash në zonën e Imarës në Bregdetin e Jugut. Këshilli i drejtuar nga Indri Haxhiu ka miratuar raportin e vëzhgimit arkeologjik sipërfaqësor, hartuar në kuadër të projektit resort turistik dhe rezidencial Garden Hills me objekt hotelerie me 3 deri 4 kate mbi tokë dhe 1 deri 2 kate nën tokë dhe objekte me 2 dhe 3 kate mbi tokë dhe 1 kat nën tokë me vendodhje në Bashkinë Himar me zhvillues subjektet Unlimited Construction ShPK dhe Constructural ShPK. Pra duket se me arrestimin e tij janë prishur pazaret dhe tani Shtufi është hedhur në sulm.